Përshëndetje dhe sot po e përgatisim një ëmbëlsirë tepër të mirë të shijshme me pak përbërës. Të gjithë përbërësit i keni në shtëpi. Përgatitni sepse ja vlen, sidomos me përgatit për mysafir, për me kafe, për veti. Dhe tash po filloj me përgatit recetën. Fillimisht në hedhim të rives të plota. Një gotë 200 ml me sheqer. Gotën e njëjtë do ta përdorim gjatë përgatitjes së recetës. Një paku me sheqer vanilje. Vazhdojmë pra vezët edhe sheqerin i rrohim bashk derisa të formohet një shkum e bardhë për 3-4 minuta. Besoj që edhe do ta kemi gati. Pra vezët i kemi gati, i kemi rrohur mirë. Edhe tash vazhdojmë shtojmë 2 lugë të gjellës me vaj. Është një ëmbëlsirë e lehtë, por që ja vlen të provohet. 200 ml qumësht. Një pako pluhur për pjekje. 2 lugë të gjellës kokos. 2 lugë të gjellës me niseshte. Pastaj krejt në fund shtoj miellin, edhe për këtë recetë unë po përdor 2 gota me miell. Gotat janë të njëjta, edhe i kam mbushur rrafsh. Vazhdojmë krejt i përzim derisa të formohet brumi, pra të gjithë përbërësit të përzihen ashtu siç duhet. Mos na mbeten kokra pra tek brumi. Pasi brumin ta kemi gati, marrim tepsien edhe e lyejmë me pak margarinë. Kjo është tepsi që është 26 cm. E lyejmë mirë me margarinë në të gjitha anët. Furrën e shporetit e kam lëshuar që të nxehet në temperaturë 150 gradë. Pasi furra të nxehet mirë, e hedhim brumin në tepsi edhe menjëherë vazhdojmë e pjekim. Vazhdojmë kështu, e hedhim në tepsi edhe kështu do ta laj që të pjeket në temperaturë 150 gradë, ngadalë derisa të piqet mirë. Pas 20-25 minutave, ëmbëlsirën do ta keni gati. Menjëherë e largojmë këtë pjesën këtu edhe tash vazhdojmë sa është e nxehtë, sapo e kam larguar nga furra, nuk e la me uftof, menjëherë e lyej me pak reçel ose pak marmeladë, çfarëdo që juve ju gjendet në shtëpi, sepse kjo do jep shije shumë edhe mbi do t'i shtoj pak kokos. Kjo ishte pra ëmbëlsira që e kishim përgatitur për sot, recetë e lehtë e thjeshtë, mund të gatuani sa herë t'ju kujtohet. Një nga recetat më të lehta me pak përbërës. Ju që do ta provoni ju bof të mirë. Unë jam e sigurt për shijen e kësaj recete. Provone, sepse vërtet shijon shumë. Për me kafe ju kënaq. Për mysafir është ideale. Shikoni recetën, pra ja vlen. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.